Mitropoliti i Malit të Zi Amfilohije Radović ka vjuar me deklaratat e tij provokuese. Gjatë një aktiviteti të zhvilluar në teatrin Migjeni të qytetit të Shkodrës, Radović tha se Skenderbeu ka qenë ortodoks i krishterë. Duhovnost Albanije, moral Albanije. Dëgjoj se ka shumë njerëz dhe në veçanti gazetarë të cilët thonë se pse i mitropoliti i Cetinës sillet këndojnë për Shkodër, pse vjen ai jashtë shpesh. Ju them ju vëllezër të mi, stërgjyshi im vojvoda Bogić ka qenë mik i Gjergj Kastriotit Skenderbeut dhe ka luftuar së bashku me të kundërpushtuesve. Skenderbeu ka qenë ortodoks i krishterë, së bashku me stërgjyshin tim vojvodon Bogić. Dhe kjo tregon qartë pasi djali i tij është varrosur në manastirin e Hilandarit, djali i Skenderbeut. Ja pse Amfilohije është këtu. Pse sjell fillimisht frymën e shenjtë të krishterë këtu të serbëve dhe malazezëve, edhe të tjerëve të cilët me sakrificën e tyre e shënuan historinë e Shqipërisë. Mëtej Radović shtoi se ardhja e tij në Shkodër ka si qëllim të ndihmojë për ngritjen shpirtërore dhe morale të serbëve që jetojnë në vendin tonë. Kjo është arsyeja se përse këto 25 vite unë vi këtu, dashuria male ndaj martirëve të vjetër të krishterë Atolit, Eleftheriu dhe deri tek Shen Kozmai, të cilët këtu me gjakun e martirizimit vulosën dashurinë për drejtësinë e Zotit dhe të ndihmojë për ngritjen shpirtërore dhe morale të serbëve tonë, të cilët jetojnë këtu. Dhe në një kohë kur rrezikohej që të humbnin fenë dhe besimin e Zotit gjatë regjimit të Enver Hoxhës, të ndihmojë vëllezërve shqiptarë dhe të tjerëve që jetojnë këtu, se vetëm së bashku duke u bazuar në vlerat fetare dhe morale ne mund të ndërtojmë të ardhmen e sigurt. Ja pse vi këtu dhe pse jam sot dhe pse do të vi derisa të kem frymë. Gjatë fjalës së tij para të pranishmëve, Radović u ndale edhe tek përshkrimi i qytetit të Shkodrës para 25 viteve.